Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrimin të nësit akojnë vetëm Allah subhana, atë losë dhe ati përgjërob që të lavdroj, dhe të bekoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përzgjellën. Të ndodhë lezër dhe motra. Një prej vlerave më të palëkundshme në jetë është vlera e qartësisë. Saktësisht, qartësia si vlerë. Të jesh i qartë, të jesh i kristal, të jesh i kuptueshëm, të kesh vetinë të qenit i qartë dhe i kuptueshëm në konceptet e tua, në përcaktimet e tua. Saktësisht, shumë koncepte dhe ideologji, po madje edhe shumë fe, jo vetëm që nuk e kanë në vetvete të qartë, saktësisht nuk e kanë me të tjerë të qartë konceptin e tyre, madje edhe në vetvete nuk e kanë diçka të tillë. Saktësisht kanë një fe, një ideologji, një përcaktim ku është shumë i pranishëm paqartësia, të pranishëm mjegullat, të pranishëm, domethënë, situatat e paqarta. Andaj, qartësia si vlerë kudo në botë pranohet, shitet edhe perceptohet si bukuri. Saktësisht, diçka e cila në një koncept të caktuar ose një ide ose madje edhe në një projekt, po edhe një udhtim, qartësia është bukuri. Do thotë, nëse ne bëjmë një udhtim edhe kemi të qartë pse, ku dhe me kë, ai udhtim është më i mirë, ai udhtim është më i këndshëm, ai udhtim është më i bukur. Edhe kujtimet e atij udhtimi janë domethënë më të mira. Kështu që Islami e ka teje të theksuar qartësinë. Saktësisht, Islami e ka prej pikave më themelore dhe prej strumbullarave më të pa ndryshueshëm qartësinë. Ndaj edhe aktorët e Islamit, sa herë që janë të qartë, e vadisin arrin e Islamit më mirë. Edhe sa herë që kanë mjegull dhe paqartësi dhe shumë kuptimësi, domethënë janë të dëmshëm. Për arsye, qartësia është vlerë e madhe në jetë dhe duhet punuar për me e pas. Duhet njeriu qoftë në raport me fejen, qoftë në raport me rrethin, qoftë në raport me shoqërinë, qoftë në raport madje edhe me vetveten, të jetë i qartë, ta ketë domethënë qartësi. Dhe ne në këtë cikël mësimesh, ligjëratash, e patëm një përpjekje për të ardhur deri te kjo qartësia e madhe e Islamit që ka të bëjë me bukurinë e saj në parimet mbi të cilën ndërtohet. Saktësisht e pam qartazi, domethënë se kjo fe ndërtohet mbi besimin dhe rrjedhimisht kushdo që e cënon besimin, kushdo i cili e shpërfill besimin, kushdo i cili nuk i kushton vëmendjen e duhur besimit, ose kushdo i cili vjen me diçka e cila e gërvish apo e rrënon besimin, në vërtet ka problem serioz me Islamin. Ka problem serioz me Islamin. Sikundër që e përmenëm qartazi edhe qartazi në argumente drejtësien si parim mbi të cilin ndërtohen dispozitat e fejes. Ndaj, nëse dikush vjen me një deklarat, dikush vjen me një përcaktim fetar ose me ndonjë grupim fetar ose sekt fetar, ku aty bëhet pa drejtësi, aty shkelen mbi parimet e drejtësisë, realisht është larg domethënë Islamit, ose e qartazi se si dispozitat e fejes ndërtohen mbi mëshirë. Dhe nëse dikush vjen dhe e zaventon mëshirën e Islamit me dhunë, me cenim të jetës të tjerëve, e vjen e zaventon mëshirën e Islamit me shtrëngimet e tyre personale, sektare, kështu me radhë, shumë larg Islamit. Sikundër që e pam, domethënë, konceptin e lehtësimit edhe të tolerancës, sa qartë është domethënë sheshazi në fenë Allahut. Dhe kushdo i cili e zaventon lehtësimin edhe tolerancën e Islamit me vrasësinë edhe mediokritetin e vet, realisht domethënë është larguar prej kësaj parimësie të Islamit, ose e po në qartazi edhe se si prej bukurive të kësaj feje është domethënë morali dhe cila do ardhje që shkel mbi moralin dhe mbi parimet morale është domethënë jo e mirëseardhur dhe e refuzuar. Pastaj e pam për aspektin e përsosërisë dhe të gjithanshmërisë dhe të ekuilibrimit që e ka Islami, e që realisht domethënë përbën diçka të pak kapërcyeshme. Pastaj e pam se si Islami rregullon raportet njerëzore dhe raportet shpirtërore. Pastaj u qasëm një temë e cila konsideroj që është prej temave shumë themelore për me e kompletu pasqyrimin e përgjithshëm të Islamit. Shpesh njerëzit e dëgjojnë këtu një fjalëm, aty një diçka, lexojmë diku për fenë Allahut ose dëgjojnë një debat, edhe mendojnë që ato lexime modeste përbëjnë dije mbi të cilat e kanë një pasqyrim mbi fenë. Realisht kjo është vetëm mashtrim. Madje ndoshta edhe nëse e lexon edhe Kur'anin, ndoshta edhe nëse e lexon edhe literaturë mirëfilli. Mirpo nëse nuk e keni pasqyrim në bazë të renditës që kanë bërë dietarët, duke qenë amator dhe duke qenë njëri i pa kualifikuar dhe i pa përgatitur denjësisht,
ndonse e sheh peizazhin, mirë po nuk arrin me i dallue ato bukuritë e peizazhit që ka ku domethënë e ignorancës. Ndaj e patëm një koncentrim në mësimin e kaluar pikërisht për ato që quhen 5 domosdoshmëritë e fesë dhe folëm për ruajtjen e fesë dhe fetarisë dhe ruajtjen e jetës si dy objektiva madhore të fesë Allahu subhanahu wa taala. Dhe na ka ngelur ti trajtojmë inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala ruajtjen e mendjes, pastaj ruajtjen e nderit dhe ruajtjen e pasurisë. Kto janë 5 domethënë objektivat, intencat, synimet, qëllimet e mëdha të dispozitave fetare, udhëresave fetare, ndalesave fetare. Duan çka do që e shep i fesë, diku në këto 5 dispozita kërkoj ndjes, në këto 5 objektiva dhe në këto 5 intenca, domethënë ka të bëj edhe këto shërbejnë si strumbullar. Kështu që kena mi trajtuar inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala pikërisht nga ajo drita që e përmendëm ligjatën e kaluar, se me këto 5 lumturohet njeriu në botë në këtë jetën në botën e mëtejme. Saktësisht, cila do që përbën cenim të pasurisë, të nderit, të jetës, të fetarisë, të mendjes, përbën edhe prishje të lumturisë në këtë jetë në jetën e mëtejme. Sigundo që me këto 5 sistemohet jeta dhe me këto 5 rregullohet jeta pa kontradikta. Saktësisht, njerëzit, sikur se e kemi përmend, përcaktojnë diku, po pastaj përplasen me atë përcaktim. Ndërkaq që renditja që i bën feja këtyne objektivave është renditje e cila nuk e ka shkelë dhe nuk e ka lënë pa konsiderat domthonjë këtë çështje. Për shembull, nëse feja vën edhe ruan pasurinë, apo ose e ka intens të madhe ruajtjen e pasurisë. Mirë, po nëse pasuria ose përpjekja për fitim të pasurisë bie ndesh me nderin, këtë rast janë dy. Është ruajtja e nderit edhe është ruajtja e pasurisë. Dhe jepet përpas ruajtjes së nderit. Dhe nuk lejohet një formë, prej formave të pandershme për me fitu pasurinë. Pse? Sepse humbja e pasurisë është e kompenzueshme. Ndërkaq humbja e nderit është e pakompenzueshme. Dhe vën feja dhe vën Kurani dhe Suneti me i bë këto radhitje për me ekuilibru dhe me sistemu jetën e njerëzve. Sot inshallah kemë trajtuar ruajtjen e mendjes, të nderit dhe ruajtjen e pasurisë. Sa i përket ruajtjes së mendjes, saktësisht ruajtjes së asaj që është vlera më e madhe e njerit. Saktësisht domethënë mendja, intelekti, arsyeja e njerit është vlera më e madhe dhe mbi këtë vlerë janë të varur edhe ngarkesat fetare. Allahu subhanahu wa taala i ka liruar prej dispozitave fetare njerëzit e çmendur. I ka liruar prej ngarkesave dhe barrave të obligimeve dhe adhurimeve njerëzit e çmendur. Saktësisht obligimet fetare bien mbi varën në këtë vlerë domethënë të njeriut. Saktësisht edhe thirrja për mi kthy Allahu dhe thirrja për fetari dhe thirrja për shtim të devotshmërisë në kontekstet kuranore dhe në narrativën hynore vjen pikërisht me ndërlidhën edhe ndërvarur me intelektin. Thotë Allah subhana, inna fi dhalika la ayatin li qaumin yaqilun. Me të vërtetë në këto ka shenja, ka argumente për ata të cilët mendojnë. Nëse Allah subhanahu wa taala shenjat e veta i lidh me mendjen, atëherë kjo feja nuk vjen për ta ruajtur mendjen, ose a kish pas logjik kjo feje të i lidh argumentet, të i lidh dispozitat e fejas, të lidh përcaktimet fetare me mendjen, ndërkohë ta lejojë një diçka e cila humb mendjen. Për shembull, a kish pas logjik të jetë një fe e cila kaq shumë e madhnon mendjen, kaq shumë i lidh dispozitat prej të namazit, tutje me mendjen, nderin me mendjen, dhe në fund të jetë fe që e lejon fjala bie për shembull alkooli. Kjo s'ka logjik sepse bie kontradikt. Ndaj domethënë, njohja e këtyre 5 dispozitave jo leton njerëzve mi kuptuar ato dispozitat dhe ndalesat fetare. Për shembull, ajeti i parë që Allah subhanahu wa taala ka zbrit, që është ajeti lexon me emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar njeriun prej një broçku dhe të gjakut, sikurse thot pastaj lexo se Zoti është më bujari, alladhi allama bil qalam, i cili i ka mësuar njerëzit me laps. I ka mësuar njerëzit me laps. Allama al insana ma lam ya'lam. I ka mësuar njeriu atë që nuk e di. Saktësisht Allah subhanahu wa taala e nis shpalljen, e nis këtë frymëzim dërguar fundit të njerëzimit, pikërisht me këtë domethënie, ju jeni njerëz dhe vlera e njerit është e mendja, vlera e njerit është e dija, vlera e njerit është e lapsi, dhe rrjedhimisht leximi që ty të kërkohet me ajetin e parë ka të bëjë pikërisht që këtë fe për me mujt me realizu, për me mujt me jetësu, do është me e madhnu edhe me jetësu domethënë dijen edhe mendjen. Madje Allah subhanahu wa taala kur i ka çortuar të tjerët që nuk i bindën Zotit edhe nuk e adhurojnë Zotin edhe nuk thënë te Zoti, ka thonë kështu: "Am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun?" Thotë, a mendon që shumica e tyre dëgjojnë edhe logjikojnë?
Thot inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Në vërtet ata janë sikur se kafsh madje edhe të humbur. Do njëri i cili jeton pa arsye, njëri i cili jeton pa qëllim, njëri i cili domethënë jeton me një ngjashmëri të madhe me shtazë, është madje edhe më keq se shtazë, sepse ky duke pas mendjen e ka shpërfill. Ndaj dispozitat e fejes vijnë pikërisht për me rujt mendjen. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu." O ju që keni besu. Ai përmend Allah subhanahu wa taala. Me të vërtetë alkooli, bigjozi, pastaj disa zakone të illitarisë. Këto janë punë të dyta, janë punë shejtanit. Fajtanibuhu, largono. Pse mu largu prej alkoolit për bigjozit? Se këtu të dyjat janë rrezik i madh për mendjen. Janë rrezik i madh për mendjen, sikurse edhe rrezik për gjanat e tjera. Thot Allah subhanahu: "Inma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maisir." Do të vërtet shejtani nëpërmjet alkoolit edhe bigjozit do me ju shti juve në armiqsi, do me ju shti juve në urrëtie. Thot: "Wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah." Edhe do me ju largu edhe me ju pengu prej përmendjes së Allahut edhe prej domethënë namazit. Tash dhikri i Allahut dhe namazi janë interesat fejes. Mo namazi dhe dhikri është për me rujtën objektivën e parë që kena trajtuar në mësimin e kaluar. Domethënë ruajtja e fesë, ruajtja e fetarisë. Dhe nëse duhet me rujt fetarin, atëherë duhet më kon haram diçka e cila e prish kët. Më kon haram diçka e cila e prish. Ose për shembull, ka orfeja me rujt jetën e njerëzit. Ka orfeja me rujt jetën e njerëzit. Njeriu i cili ka humbur arsyen, njeriu i cili ka humbur logjikimin, njeriu i cili nuk e di çka mendon edhe çka flet edhe çka vepron. A rrezikon jetën e njerëzve? A rrezikon jetën e njerëzve? Ndaj është haram alkooli. Nëse analizojmë alkoolin për shembull, e kena më shumë se sa një objektiv ndalimin e alkoolit. E kena mendjen fillimisht. Allah e ndalon alkoolin pikërisht shkaku i mendjes, se njeriu është njeri me mendjen e tij. Dhe nuk mund të jetë lëng me diçka e cila e privon njeriu prej veçantisë më të madhe të tij. Pastaj është vetë feja. Sepse njeri kur pi alkool dhe humb mendjen, ai as nuk mundet me kry obligimet fetare, as nuk mundet me pas një lidhje të mirëfillt dhe të shëndosh me Zotin. Pastaj është nderi, sepse njeriu pa mendje, pa arsye, pa logjikim, rrezikon me e prek nderin e vet. Njerëzit kur e hupin mendjen, nuk e din pastaj çfarë bëjnë. Madje mund ndoshta bëja moralitet edhe me anëtarët e familjes. Mund bëja moralitet ndoshta edhe me fqinjet, ndoshta mund bëj edhe punë më të ndyta, ndoshta edhe mund të dhunoj, ndoshta edhe shumë të këqija mund t'i bëj. O pastaj edhe mund të kërcënoj jetët e njerëzve, sepse është pa vedije. Janë 4 gjona, ose edhe pasuria për shembull. Njeri kur e humb mendjen, edhe duke shpenzuar në alkool derinsa e humb pasurinë për alkool, po edhe pastaj në sajt të humbjes së mendjes, ai lumbi gjos, edhe humb pasurinë. Në sajt të saj, ai mund të merr një borxh kamator dhe mund të humb pasurinë. Ai mund të nënshkruajë një kontratë e cila është e dëmshme për të. Ai mund të madje edhe të hinë me marrëveshje e cila është fatale për pasurinë e tij, është domethënë përfundimtare për pasurinë e tij. Imagjino domethënë 8 penstat lidhen me një ndalesë fetare. Kështu që kurdo që dikush ka ndonjë dilemë ose ka ndonjë dyshim ose ka një diskutim për këtë azë me ndalimin e alkoolit, edhe ndoshta e sheh si pengesë dhe kufizim për dëfrimin e njerëzve në jetë. Realisht duhet me menu se ky dëfrim kushton. Kushton dikun me jetë, dikun kushton me pasuni, dikun kushton me fe, dikun kushton me mendje, dikun kushton me shumë çka e cila domethënë mund të jetë shumë domethënë e shtrenjtë në jetën e njerëzve. Po e mor me një shembull tjetër për me kuptuar se si feja domethënë i rregullon në kuadër të këtyre dispozitave. Për shembull, njerëzit mund të kenë pasuri të trashëguara. Për shembull, e trashëgon dikush për shembull një pasuri të dikujt, fjala bie për shembull prindit. Me po ky mund të jetë mendje lehtë ose mund të jetë shumë i vogël. Dhe rrjedhimisht ai nuk është i aftur me menaxhuar pasurinë, duhet me menaxhu dikush tjetër. Thot Allah subhanahu: "Wala tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama." Thot mos ja jepni pasurinë njerëzve mendje lehtë, mos ja jepni ato pasuri për të cilat ju jeni kujdestar. Saktësisht. Domethënë, ti si kujdestar i pasurisë, thot Allah: "Warzuquhum fiha." Furnizoni, domethënë shkon, ja pagun harxhimet, ja pagun shpenzimet, mirëmbajtjen e jetës përditshme. Mirë po, pa u këndjell, pa u rrit, nuk bën ai mi pas pasuninë dorë. Pse? Sepse domethënë i mungon mendja, i mungon arsyeja. Dhe rrjedhimisht nëpërmjet ruajtjes së mendjes edhe pasunisë po ruhet një interes. Ky rritet dhe pasurinë e ka të rritën. Ose për shembull, thot Allah subhanahu wa taala për jetimët të cilët kanë trashëguar pasuni prej prindërve, mi po të vegjël.
Thot, wabtalu al-yatama hatta idha balaghu an-nikaha fa in anastu minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Thot, jetimat kur kanë pasuni, thot pritni të rritën. Dhe kur thot ata hinë në moshë madhore, thot sprovoni, shikoni a janë bot pjekur. A mundën këta vetë me menaxhu pasunin. Thot nëse janë pjek, atëherë jepja një pasunin. Do nderin sa nuk është pjek, nuk bëm ja dhon pasunin. Sepse domethënë i mungon domethënë arsyeja e mjaftueshme për me mujt me menaxhu. Ndaj nuk ka të bëj kjo a e pranomi na domin as e pranomi domin. Nuk ka të bëj kjo a mund ta menaxhojmë domin as nuk mund. Thjesht ka feja me këto rregulla. Duhet me e ruajt domethënë interesin e njerëzve. Duhet me ruajt domethënë interesin e pasurisë së njerëzve, të nderit të njerëzve, të mendjes së njerëzve. Ndaj domethënë mendja është pasuni shumë e rrallë dhe veçantë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë njeriut dhe kjo dhe dhjetra dhe qindra dhe mira dispozita të fejas lidhen me ruajtjen e mendjes, sepse në të saj pastaj ruhen edhe interesat e tjera të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Pastaj është ruajtja e nderit. Përmendet ruajtja e mendjes para ruajtjes së nderit, sepse njerëzit me logjikën e tyre e ruajnë nderin. Me logjikën e tyre e ruajnë nderin. Saktësisht njerëzit e arsyeshëm janë edhe të moralshëm. Njerëzit e arsyeshëm janë të dinjitetshëm. Njerëzit e arsyeshëm janë edhe të kujdesshëm për moralin e tyre. Dhe Allah subhanahu wa taala për ta ruajtur nderin ka pru shumë rregulla. Për shembull, për rregullave të fesë sot Allah subhanahu thot fankihuhunna bi idhni ahlihinna. Thot kur ta kërkoni një vajzë për martesë, kërkoni te kujdestari i saj. Kërkoni te kujdestari i saj. Domethënë nuk është në rregull dhe përbën shumë rrezik dhe përbën shumë tendencë për me prish renin nëse domethënë një djalë krijon kuror drejt për drejt me një vajzë pa lejen e babas së saj. Për çfarë arsye? Sepse ajo vajzë mund të mashtrohet. Ajo vajzë mund të mos ketë pasaj përkraje të familjes. Ajo vajzë mund të jetë që shkëputet pasaj për familjes. Ajo vajzë mund të jetë që i mungon pasaj përkrahja e dikujt jashtë, domethënë aty ku po çiftëzohet. Ndaj domethënë e ka bërë rregull që vajza kërkohet prej babës së saj, prej kujdestarit të saj, sepse kjo i shton garancionet për nderin e saj, i shton garancionet për dinjitetin e saj, i shton garancionet për mbarvajtjen e jetës dhe ajo të mos jetë pas një kohe domethënë pa dikë i cili domethënë bën çmos për të ose sakrifikon ose në fundja domethënë edhe i del Zot për ta mbrojtur nga ndonjë rrezik domethënë i mundshëm. Thot Allah subhanahu: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum." Thuaj u besimtarëve le t'i ulin shikimet, mos t'i shikojnë gjinin e kundërt. Mos t'i shikojnë gjinin e kundërt. Thot dhe të kenë kujdes të mos binë në amoralitet. Të ruhen, të largohen prej amoralitetit, të ruajnë domethënë organet e tyre gjinitale. Thot dhalika azka lahum. Kjo është më e pastër për ta. Më e pastër për nderin e tyre. Më e pastër për nderin e tyre. Kështu që janë gjithë ato mori, argumentash dhe dispozitash dhe etikash e rregullash për me qëndru larg domethënë mundësisë për me rënë domethënë amoralitet, pikërisht për me ruajtur domethënë nderin, sikurse janë gjithë ato rregulla për martesën edhe bashkësinë, edhe kujdestarinë në bashkësi është më radh, pikërisht për me investuar në ruajtjen e domethënë nderit. Thot Allah subhana: "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mos ju afroni amoralitetit, mos ju afroni lidhjeve jashtë martësore, se kjo është shumë punë e dytë. Është shumë punë e dytë, sepse një martesë, sepse një lidhje jashtëmartësore, një marrëdhënie intime pa kuror, domethënë është cenim i drejt për drejt i dinjitetit edhe i nderit të njeriut. Sado që bëhet me dëshirën e të dyve, sado që mund në një shoqëni të normalizohet, megjithatë ajo të Allahu shumë e ndytë. Të Allah azza wa jalla shumë domethënë rrepsisht e ndaluar. Thot Allah subhana: "Innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal-akhirati wa lahum 'adhabun 'adhim." Thot ata të cilët morin guximin me shpiv për një grua të ndershme. Ata të cilët morin guximin me shpiv për një grua të ndershme, me thonë që ajo është do thotë e pandershme ose ka marrëdhënie jashtëmartësore me dikë e kështu me radhë. Kushdo që guxon me shpiv për një grua të ndershme, thot Allah, këta mallkohen, dëbohen nga mëshira e Allahut në dynjë dhe në ahiret. Në dynjë dhe në ahiret.
Thot dhe ata do ta kenë një dënim shumë domethënë të madh. Saktësisht Allah Azza wa Jall e ka bërë mallkimin e madh, edhe dënimin e madh si kërcënim për njerëzit që mos mu lirue me fol për gratë e huaja, që njerëzit mos mu lirue me fol për nderin e të tjerëve. Dhe njerëzit kur e dinë që është kaq rrezik te Allahu mallkimi, domethënë shpifja e cila përfundon me mallkim dhe dënim, rrjedhimisht i bie që pastaj ndalen. Dhe kur ndalen ruhet nderi i njerëzve. Kur ndalen, ruhet sepse ajo grup procenti po fol, është vajza e dikujt, është motra e dikujt, është nana e dikujt. Dhe rrjedhimisht domethënë ti po e cenon edhe dinjitetin e saj edhe domethënë jetën e saj normale. Thot Allah subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum." Ai që ngri besu. Mos tallet askush me dikë, se ndoshta ai me cilin ti po tallesh është më i mirë se ti. Saktësisht Allah subhanahu wa taala e ka ndalu talljen pikërisht për me ruajtur nderin e njerëzve. Pikërisht për me ruajtur dinjitetin e njerëzve. Madje edhe nëse njerëzit fjala bie thjesht e marrin këtë për argëtim apo e marrin për shaka. Megjithatë, ajo mund t'i kushtoj dikujt me shëndet emocional, dikujt mund t'i kushtoj ndoshta edhe me vuajtje. Ndërkaq Allah subhanahu wa taala për mos marrë njerëz ndaj tek vuajtjet edhe tek këto lëndime emocionale e ka bërë domethënë të ndaluar. Ose për shembull thot Allah subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann." Ajo që keni besu, rrini sa më larg domethënë paragjykimeve. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Se një pjesë e madhe e paragjykimeve janë mëkate, sepse paragjykon për dikë se mund të jetë kësaj ose asaj dhe rrjedhimisht je duke e parë në rend keq, je duke e parë në një përcaktim të gabum. Wala tajassasu, edhe mos përgjoni njëri tjetrin, mos e ndjekni privatësinë e njëri tjetrit sepse e prek nderin. Mund përfundosh aty ku e prek nderin e tjetrit. Thot wala yaghtab ba'da, edhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Nëse shikojmë këto shembull që po I përmeni prej Kuranit. Gjitha janë krejt në të gjitha derdhen në pellgun e një interesi, që është ruajtja e nderit të njerit. Ka arsye, nuk është e mjaftueshme në Islam fjala bie dikur vetëm ta realizoj interesin e fesë. Ose tjetri për shembull thotë thjesht njerëzit nuk janë rrezik për meje, të mos cenoj interesin e jetës. Realisht duhet që domethënë të realizohen të pesta, domethënë edhe feja, po edhe domethënë interesat e tjera, saktësisht domethënë jeta e pastaj domethënë mendja dhe nderi. Prej e pesta në këtë gamë që e kanë përmend dietarët, në këtë varg, është domethënë ruajtja e pasurisë. Saktësisht përmendet pasuria e fundit për arsye se është e kompenzueshme ose më e kompenzueshmja. Saktësisht tjerat nuk janë të kompenzueshme. Për shembull, nëse hub fejen, me çka kompenzon? Nëse për shembull dikush fjala bie për shembull kalon në një përcaktim I cili në fund e bën me humb farzët e Allahut ose bën me në mëkate të mëdha. Çish I kompenzon atë në dynjë apo në ahiret? Pra si domethënë feja është e para. E dyta është domethënë jeta, çish kompenzohet jeta? Nëse dikush me një gabim ose me një kërcënim ose me një kurth e ka privu diku nga jeta. Ose mendja, çish kompenzohet nëse dikush domethënë e dëmton shëndetin mendor të dikujt. Sikurse edhe domethënë nderi është I pakompenzueshëm. Nëse dikush ja humb nderin dikujt, ja humb moralin, ja shkel nderin dikujt, domethënë realisht nuk ka se si e kompenzon. Ndaj pasunia u përmend në fund sepse është e kompenzueshme. Realisht është objektivi I madh I fejes, po nëse eventualisht ndodh një dam pasuni, nuk është fundi I jetës, nuk është fundi I botës, sikurse domethënë të këto tjerat që janë domethënë më të vështira. Allah thotë kështu. Thotë ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Thotë besoni në Allahun, besoni në Allahun të dërguarin e Tij dhe jepni, shpenzoni prej pasunisë në cilën Zoti ju ka bërë domethënë përgjegjës. Kuptimin që pasunia çotë ti e vërtet që e ki fitu, e vërtet që e ki trashëgu, e vërtet që e ki punu për me fitu e kështu më radhë. Por realisht, ajo është pasunia e Zotit që Allah e kalon në durët e tua. Kështu që shpenzoje me rregullat e Allahut, shpenzoje dhe menaxhoje me udhëzimet e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, prej rregullave që Allah subhanahu wa taala I ka përcaktuar për pasuninë, thotë Allah subhanahu wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Thotë mos merrni njëri tjetrit pasuninë me padrejt. Mos bani hile, mos bani mashtrim, mos bani kurth. Thotë wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Thotë mos shikoni me fitu pasuninë nëpërmjet korrupsionit. Mos këshirë me fitu pasuninë nëpërmjet një rrugë të paleshme, sepse kjo dam,
Sepse kjo dëm nuk është dëm veç për ty, është dëm për rrethin, për familjen, për shoqërinë, për rendin shoqëror. Është dëm për shtetin, është dëm për pasuritë e përgjithshme, është dëm për pasuritë publike. Ndaj domethënë nuk guxon me fitu, qoftë duke korruptu dikam prej zyrtarëve apo duke bërë ndonjë hile prej hileve që domethënë të kushtojnë dynjë dhe në amshim. Për shembull, në Islam e ka ndaluar hajnin, e ka ndaluar plaçkitjen, e ka ndaluar çdo formë të përfitimit me haram dhe pa marrë parasysh kulturat e njerëzve, a i thjeshtëzojnë ato apo nuk i thjeshtëzojnë ato. Madje, atë shumë e ka investuar me legjislacion islami për këtë me ruajtjen e pasurisë, saqë edhe për detajet vogla që kanë të bëjnë me pasurinë ka zbrit ajete. Për shembull thot Allah subhanahu ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. O ju që keni besuar, nëse e keni një borxhdhënie dikon dhe ka afat për me kthyer atë borxh, thot merrni dhe shkruani. Është ligj. Pse do të më shkruajt? Fjala bie dikush, e kena miqësinë e mirë, e kena muhabetin e mirë, e kena muhabetin e mirë po. Nesër mund ndodh fjala bie vdes dunjani. Mund dikush të harroj, mund dikush të posëdë një dëmtim shëndetësor i cili e bën me harru atë borxh. Saktësisht kemi dëm. Cili dëmi, po bëhet dëmi pasuri. Ndoshta dikush kishte më thonë, po unë kisha bëu halal, ti ja kishe bëu halal, po ndoshta fëmijët e tu se bëjnë halal. Kështu që ndoshta nesër fëmijët e tu do të më kërkuat pasuri. Për arsye do të më lënë, sepse nesër një borxh që ti e ke dhënë dikon, një borxh që ti e ke dhënë dikun dhe pastaj ke kaluar në një gjendje shëndetësore që ti e ke do thotë nuk mundesh më marr me atë borxh. Ajo realisht kur ti ndron jetën nuk është më pasunia jote, është pasunia e fëmijëve tu. Dhe në këtë rast ti si bab që nuk po e shkruan borxhin, po i ban dëm fëmijëve tu. Dhe nuk e lejon feja. Edhe nëse ti thua është pasunia ime, megjithatë nuk është e jote në momentin që ti vdes. Ai takon domethënë pasazhëve tu. Ose thot Allah subhanahu "Wastashhidu shahidaini min rijalikum." Kur të shkruani një borxh, kur ta keni një kontratë marrëveshje që ka të bëjë me pasuni, gjithherë bani një rregull që mi pas dy dëshmitar. Mi pas dy dëshmitar që domethënë ata me qenë dëshmitar se ka ekzistuar çka marrëveshje, ka ekzistuar domethënë që kjo afatizëm ose që kjo formë domethënë e kontratës. Ose thot Allah subhanahu "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan, hatta yablugha ashudda." Thot mos ju afroni pasunisë së jetimit vetë se që është mas mirë. Domethënë, ka ndodhur tek afërmit e tu, tek vllai, tek anëtarët e familjes, dikush ka ndruar jetë dhe kalon jetima, po kalon edhe pasuni. Këtë pasuni, ndërkohë që ti e ke afër, ka gjatë që mundesh me pasën në përdorim kuptimin që ndoshta e zhvillon atë pasuni, ndoshta Allahu thotë e bën rregull, pasuninë e jetimit çasti në mënyrën më të mirë. Thot derinsa ata të rritën, derinsa ata dohon të pjekën, thot wauful kejla wal mizana bil qist, thot kur dilni me shit, me ble, matni drejt. Matja e drejt është urdhëresë fetare për me rujt interesin domethënë e pasurisë së njerëzve. Thot Allahu subhanahu "Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." O ju që keni besuar, mos e përvetësoni me pa të drejtë pasurinë e njëri tjetrit përpas nëse me tregti. Domethënë, Allahu subhanahu ka lejuar tregtinë, sepse në sajt të tregtisë realizohet interesi domethënë i pasurisë dhe e ka ndaluar forma domethënë tjera domethënë të përvetësimit. Kështu që kena shumë raste, shumë argumente, shumë ajete dhe hadithe për me pasë si ka ardhur Islami me rujt mendjen, me rujt nderin edhe me rujt domethënë pasurinë. Sikurse e kemi përmend domethënë ruajtjen e fesë dhe të jetës në ligjratën e kaluar. Thot Allah subhanahu wa taala me një ajet kuranor ku përmendën domethënë këto pesë interesat mëdha. Thot Allah subhanahu "Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'a." Thot o ti profet, kur vin ty gratë besimtare mu të besatu. Ka qenë momenti ku vin gratë ku në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për me mu besatu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për qenë domethënë pjesëtarë të fesë Allah subhanahu wa taala. Thot kur vin mu besatu që nuk kanë me bërë shirk Allahut. Këtë rast shoh kjo është domethënë rujtja e interesit të fesë. Thot wala yasriqna, edhe të mos vjedhin, to është interesi i pasurisë. Wala yaznina, dhe të mos bëjnë amoralitet, të mos bëjnë domethënë marrëdhënie jashtëmartësore. Dhe kjo është interesi i nderit. Wala yaqtulna auladahun, edhe të mos i vrasin fëmijët e tyre, të mos domethënë i mbysin fëmijët e tyre domethënë pasi që t'i lindin. Wala yatina dhe kjo është domethënë çka do bëjmë me jetën. Wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna.
edhe të mos bëjnë ndonjë marrë, ndonjë paturpsi, domethënë amorale. Kjo ka të bëjë me rujtjen e nderit. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Edhe të mos janë të padëgjueshme ndaj teje. Kjo ka të bëjë me rujtjen e interesit të fesë. Thot faba'ihunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim. Këtë rast ty në grave ti thot o profet besato me to, jepja besën, domethënë pranoj besatimin e tyre dhe kërko falje tek Allahu për to, sepse Allahu është domethënë falës edhe është mëshirues. Ktu janë përmendën, siç po e vini re, 4 interesat. I vetmi interes që nuk është përmend në këtë fragment kuranor është domethënë mendja. Kan thonë dietarët, është përmend ruajtja e fesë, është përmend ruajtja e jetës, është përmend ruajtja e nderit, është përmend ruajtja e pasurisë. Pse nuk është përmendur mendja? Kanë thonë nuk është përmend te ursive sepse realisht dikush i cili ka këtu 4 do të jetë shumë i mençur. Dikush i cili e ruan fejen, e ruan nderin, e ruan pasuninë, e ruan domethënë jetën e njerëzve, e ruan jetën e vet. Ky është njeri i mençur. Nuk mundet domethënë ky me bë këtë pa mendje. Nuk mundet të bëj këtë domethënë pa arsye. Kështu që në këtë varg mësimesh i kemi përmend qindra shembuj dhe hadithe, ajete që kanë bëjnë për me po bukurinë e Islamit në drejtsinë e tij, në mëshirën e tij, në lehtësimet e tij, moralin e tij, tolerancën, në përsosurinë e tij, gjithanshmërinë, sikurse edhe në ekuilibrin, se si rregullon parimet dhe se si rregullon raportet ndërnjerëzore, se si rregullon raportet shpirtërore dhe se si ka ngritur 5 boshte dhe strumbullore ku ruhet domethënë feja, ruhet jeta, ruhet mendja, ruhet nderi edhe pasuria e njerëzve. Elusi Allah subhanahu wa taala me na shtu dijen e dobishme, me na bë për herë të ndriçuar me Kur'an dhe Sunet dhe me jetu me Kur'an dhe Sunet dhe me jetu me parimet e fejas me këtë bindje që kjo feja është shumë e bukur, me këtë bindje që bukuria e saj e ndriçon jetën tonë dhe kurorëzohet e gjithë kjo me xhenetin e Allahut subhanahu wa taala në jetën e amshimit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.